Është një ditë shumë e mërzitshme, se me 13 prillun I kom varros vetë vllazërimi. Këtu me një vend tjetër, në fshat Lagje Cakaj, I kom varros vetë, edhe në mbrëmje kom marrë prindër, e kom basë babën gjalla la, e kom marrë edhe kemi kalu në këtë pjesë ne kom kalu me babën në shtëpinë, se baba ka qenë atëherë 7 vjetë afër, edhe është era se më kujtohet këtë historie. Në atë kohë kom qenë në 18 vjetë gjys, edhe kom përfundu shkollën e mesme të mjekësisë, me 13 karrik, nërsa me 17 karrik kom qenë në Tropoj, të Shqipërisë, jam furnizu me armatim, I kom bo ushtrimet fillestare që u deshkemi bo, edhe me 27 gusht kom hi në teritorin e Kosovës, fillimisht kom hi në kabasht të Prizrenit. Ta kom marrë pjesë për ofenzivat me grupin e Kaçanikit, në konë një grup për 46 ushtarëve. Kena marrë pjesë për luftat në Glogjan, në Suarek, Preshans, përfundimisht një Jezerc kena ardhur me një shtatori kena përfundu ofenzivën e Jezercit. Në 88-ën, tana kemi fillu aktivitetin këtë pjesën me shtriu që kënë pjesën e Kaçanikut. Kur kena fillu këtë rrugtim, na kena ditë që nuk do me thonë që mu I me pështu. Po, është kënaqësi, tashti mes shoqënive, kam veteran të luftës, kam shok të luftës, është një pjesë e mirë e asaj historie të kalume, është një pjesë që o kënë pak e pa imagjinueshme si ushtari u qykos, si ushtri shqiptare, mi dalë përballë një okupatori sërb që o kënë në thuja se treta në Evropë për armatime, për fuqi, do në ushtarake, po I kemi përballu dhe asajna. Na si familja na maltretu 3 herë nga regjimi sërb, na atë nishën, si familje një herë në bastisë, ne kanë marrën 3 vllaznit edhe prindin, ta në 94, në 5, njëti në rast, do më dhoni kanë marrën 2 vllazni edhe babën, edhe në 98-ën e kanë marrën 3 vllaznit në stacion të policisë, në Ferizaj, I kanë maltretu, edhe punëtor që kanë punu në fabrikën në furrën e bukës, që kemi pas aty. Kam qenë në ushtri, këtu në Lagja Zhark, edhe me 13 prill e kom pa që ka pas luftimet të mëdha, po unë jam kënë angazhuar në pjesën anena, edhe në momentin e ka fundi I ditës, një bashkë luftëtari imi, Musa Zenone, që respektoj shumë, edhe ma banë, tha zajmë, tha do të me dalë na, tha me këshyrë se ka pas luftimin këtë pjesën kënena, tha mu interesu për familjarët e to, se ata s'ka pas komunikim të mjaftueshëm edhe dolëm gjatë rrugtimit po marrëm këtë pjesë me ishmitar me atës, në gjatë rrugtimit një djalë, nëse nuk gaboj është Hisen Shora, edhe ai thot ai nuk po më njeh mua, thot Musa Zenone, tha e keni njoftu zaimin që ju kanë vrarë vllazni, edhe Musa më tha që zajmë tha vetëm një vllau të ka vrarë fillimisht. Gjatë rrugtimit, ana më tha, po vjen keq, tha, të kanë vrarë 2 vllazni, po para se me arë këto, më thanë që banoj forcë të kanë vrarë 3 vllazni. Tashti në atë momente e neva vitën të lehtë shpirtërisht, po apet e diçka që lufta pa gjak nuk fitohet. Është një ditë shumë e mërzitshme, se me 13 prillun I kom varros vetë vllazërimi. Këtu me një vend tjetër, në fshat Lagje Cakaj, I kom varros vetë, edhe në mbrëmje kom marrë prindër, e kom basë babën gjalla la, e kom marrë edhe kemi kalu në këtë pjesë ne kom kalu me babën në shtëpinë, se baba ka qenë atëherë 7 vjetë afër, edhe është era se më kujtohet këtë historie. Më ngjallën sikur që po ndosat. Jo. Shteti përderisa qeveritarët
për çdo ditë e diskutojnë çështjen e veteranëve të luftës. Se paguën shumë, paguën pak, nuk ja vlen. Nuk ja vlen të flas për të më. Shteti nuk i interesohet as për dëshmor, as për martir. Me në keq për këtë fjallë që e thamë, se unë kom kontribu shumë për këtë shtetë. Unë e kom pas një honor tjetër për këtë shtetë, që kjo shtetë do të kujdeset shumë për të rënd, për fëmijët e dëshmorëve, për mu mos të kujdeset. Unë apet më bjetoj. Për fëmijët e dëshmorëve, fëmijët e dëshmorëve, fëmijët e viktima, shtetë më kujdes fort.